Unë them që SPAK-u do të vazhdojë hetimet drejt kreut të qeverisë, sepse kryeministri ende nuk na ka treguar, nuk na ka thënë ku është sekretari i përgjithshëm. Po jo, po doli sekretari i përgjithshëm. Në zyrë bashkë me kryeministrin, në zyrën e këtij të fundit. Ku? Dhe tha u ktheva nga Italia, isha për arsye shëndetësore, ja ku jam, pas denoncimeve të opozitës. Ju e keni marrë kurimin? Fletën e kurimit të Jo, s'dim gjë tjetër ne përveç kësaj video. Shiko. Po kryeministri e mblodhi qeverinë që të akordonte një fond 50.000 euro apo 100.000 euro për të kuruar. Për këtë s'dim gjë. Ju e dini shumë mirë që kur smurën ministra dhe zyrtar të lartë, deputet, ne kemi dëgjuar për deputet. Janë akorduar para. Po mirë, ndoshta ka, ai nuk ka nevojë. Apo s'vlen. Pavarësisht se sa ka. Nuk ka rëndësi. Pavarësisht se sa mund të ketë një deputet e ka shumë. Okej. Qeveria duhet të jetë shumë e merakosur për shëndetin e zyrtarëve të lartë, po të bëhemi serioz, apo do të bëhemi shtet serioz, dhe duhet të akordojë një shumë, 10.000 euro. Unë nuk tham, patjetër 100.000 ose 1 milion, 10.000 euro për shëndetin e sekretarit përgjithshëm, i cili ka shërbyer 12 vjet, kryeministri i Shqipërisë, qeverisë shqiptare. Pra nuk u tha, po nuk u tha se si diagnoz kryeministri kur është shtruar vetë për zemrën u tha. Po si çfarë? Probleme me zemra zemrën. Ka disa smundje. Është nështruar, më duket në mos gaboj unë një ndërhyrjeje, nëse e kujtoj mirë videon që kanë Sonja Dervishi, unë uroj që Jo, po i referohem asaj video se nuk di gjë më tepër. Shiko, zakonisht duhet bërë transparent për personat të rëndësishëm të shtetit, duhet bërë transparent diagnoza, smundja dhe niveli dhe gjendja shëndetësore pas daljes nga spitali. Me qëllim që ne t'i urojmë shërim të shpejt, shëndet të plot, dhe t'i shërbej përsëri Shqipërisë. Unë nuk e di. Tani aty në video mirë dukej. Pse s'u kthyn detyrë? Unë po e bëj pyetje publike. Përse ky standard i komunikimit të kryeministrit me opinionin publik për çështje sensitive për persona që janë zyrtarë të lartë. Sipas jush çfarë fshihet që ti bën shkurt? Tani po shkojmë sepse SPAK-u po heton nivele të larta të qeverisë. Po shkon drejt kryeministrit. Pavarësisht se kryeministri bën arrogantin, e thot kush e prek telefonin tim edhe tun telefonin. Faktikisht telefoni i kryeministrit është prekur. Përmbajtja e telefonit të kryeministrit është në dosjet e SPAK-ut. Përmbajtjen mund t'ja marrin nëpërmjet telefonit të çdo zyrtari që ka komunikuar me kryeministrin. Pra, nëse ke Mirë, po jo sekuestrim telefoni, se kam përshtypjen ai e kishte për sekuestrim telefoni. Po, shiko. Deklaratën e tij. Që rëndësi ka që të prek telefoni fizikisht dhe të sekuestruar kur të është vjelur gjithë përmbajtja e bisedave telefonike dhe mesazheve. Çka do të thotë që nesër SPAK-u ka të siguruar disa prova të komunikimit të kryeministrit, të pjesës zyrtare dhe të pjesës arrogancës, sepse flitet edhe për arroganca komunikimesh me ministrat dhe varësit e tyre, të cilat janë shumë bajata dhe normalisht nesër as nuk do t'i lexojmë edhe të zbardhur nga SPAK-u. Por që do të shkohet drejt lartësisë së detyrës kryeministrit, patjetër, edhe për çështjet që ka lobuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku faktikisht lobimi u bë për ish kreun e partisë në opozit, kundërshtare me partinë e kryeministrit, nëse ju kujtohet. Në atë kohë ishte lider Lulzim Basha, që sot është lideri i koalicionit Euroatlantik. Po pra, çështja e famshme e lobimit. Pasi u ndrua Vula edhe vajti kryetari i opozitës sotme, që është njëherës dhe kryetari i koalicionit për Shqipërinë madhështore, thotë ka lobuar kundër Sali Berishës, po Sali Berisha në atë kohë nuk ishte kryetari i opozitës. Pra këtu në Shqipëri të vjedhin edhe Hasmin, pra ta vjedhin Hasmin. Pra këto janë gjithse shumë të rënda për të ruajtur madhështinë e tyre. Pra nuk e pranojnë që në atë kohë lufta i bëj ish liderit Partisë Demokratike, por thomi i bëhet liderit historik. Në atë kohë i bëj atë tjetrit. Pra, këto gjëra kanë për të sheshuar edhe në SPAK, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk funksionojnë si Shqipëria. I shkojnë deri në fund problemit, sepse duan të dinë me kë kanë lidhje, me kë kanë të bëjnë. Kush është ky zyrtari arrogant i Shqipërisë, që ne duhet ta ulim në tryezë, që ne nesër duhet të dakordsohemi që të hi në Bashkimin Evropian etj, ky që tund pasaportën, edhe pse ka 5 ministra në burg, 20 vend kryeministër në burg, 20 vend kryeministër të dera duke hyrë në burg, dhe një 17-18 kryetar bashkie në burg, edhe një 220 zyrtare më shumë,
edhe do bahen dhe shtohen dhe ca tjerë, sepse unë e kam parashikuar në atë fallin tim që deri me 5 maj do ketë dëshmorë tjerë nga nivele shumë të larta deri tek pjesa administratës publike, jo për faktin se kam dëshirë unë, po për faktin sepse janë të paktën, me sa di unë janë rreth një 7 dosje, 7 ose 8 dosje, që janë në fazën e përfundimit nga SPAK-u për t'i adresuar drejt gjykatës dhe atëherë do të bindemi se po, hetimet po shkojnë drejt kryeministrit. Flasim pak për raportin e pak ditëve më parë të punës që paraqiti SPAK në Kuvend. Besoj e kesh fletuar për si të zit paktën si bilancet përgjithshme të punës, si u duk dhe dua të veçoj një nga pikat ku konfirmoj edhe një herë tjetër një marrëdhënie tashmë jo e mirë, niveli i ulët mes SPAK-ut dhe policisë së shtetit. Raporti kishte 2 medalje. Nëse keni arritur ta dalloni medaljen. Një medalje ishte që puna hetimore e SPAK-ut ishte në rritje, pikpamjet të goditjes së kriminalitetit, qoftë të organizatave kriminale, qoftë krimit organizuar, qoftë korrupsionit dhe sekuestrës dhe në finalizimin e konfiskimit të pasurive të disa grupeve kriminale që varionin të një shifër shumë e lartë, kalonte rreth afroje të 200 milion euro, edhe konfiskimi është shumë e rëndësishme, se mund të vesh sekuestro preventive, por mund mos finalizohet me konfiskime, vërtet. E rëndësishme ishte se ishin mbi 100 ca milion konfiskime pasurish dhe para kesh. Dhe kjo është për t'u lavdëruar, se në fundit opinioni publik, edhe kur nuk është dakord me një zyrtar të lartë shtetit, a kupton, edhe kur nuk është dakord me SPAK-un, kur thotë që i morën vilen, ose i morën pasurinë dhe i morën dhe parat, populli kënaqet, se thotë pas ka dhe një organ që një agjensi ligjzbatuese që në fundit të gjvesh ka dhe nga këto pasurit prallore që kanë vënë me parat e popullit shqiptar. Dhe kjo pjesë e medaljes mu më pëlqeu, të jem realist, sepse duke i krahasuar me rezultatet që ka bërë SPAK-u dhe me konfiskimet, them që është në rrugën e mbar dhe uroj që ta ngrej stekën në perspektivë. Edhe me hetimin e niveleve të larta, në mos gaboj 33. E thash këtë i përmenda edhe më parë. Goditja e disa grupeve kriminale etj. Goditja e grupeve kriminale, po edhe zyrtarëve të lartë shtetit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse duhet të ndalohet iniciativa për të bërë zyrtar i lartë i shtetit për të vjedhur. Nëse do të bërë zyrtar i lartë shtetit deputet, shko për t'i shërbesh popullit, po jo me objektiva për të vjedhur popullin shqiptar. Kjo më pëlqeu. Tani tek pyetja juaj, policin me qënëse nga eksperienca juaj. Taksativisht mos gabohem, edhe ju kërkoj ndjes për ndoshta mos riprodhimi 100%, thote veprat penale të referuara nga agjensitë ligjzbatuese, pra të qeverisë, pra policia, ende mbeten në nivele shumë të ulta. Çka do të thotë që kishte rënë shumë, kishte rënë 70%. Do të thotë që shkojmë tek ajo fjala që tash unë. Ka ministra, pra siç në rastin e ministrit brendshëm që ndërton marrëdhënie me shefat e komisariateve, jashtë prezencës së drejtorit përgjithshëm të policisë për t'u dhënë detyra politike për qenë pranë shtabeve të Partisë Socialiste. Është e vërtetë që kanë një marrëdhënie jo të mirë, të ngrirë. Ministri i Brendshëm e kryepolicisë. Dhe ju garantoj që për shkak të këtyre marrëdhënieve dhe për shkak të cënimit të autoritetit drejtorit përgjithshëm të policisë, i cili nuk e ushtron dot dhe nuk ka se mos të kalojmë nga një deg në deg, e dini ju që reforma në polici nuk ka shkuar deri në fund? Pra nuk janë ndruar zëvendës drejtorët e përgjithshëm të policisë që u trumpetu me të madhe që gjenerata e vjetër do ikin të gjithë dhe do vi gjenerata re, bën drejtorët e policisë qarqe, bën shefat e komisariate për të kontrolluar territorin për zgjedhjet, dhe kur vajten tek ata që kanë dokumentat, që kanë problematikat, që kanë ngecjen, ose që kanë gjallërimin e luftës kundër krimit, pra drejtorët e departamenteve të hetimit dhe ata të rendit dhe të sigurisë publike etj, tak stopuan. Përse stopuan? Kush i urdhëroi? Kush e bëri takimin me shefat e komisariatit për t'i atashuar pranë shtabeve të Partisë Socialiste? E bëri politikani, e bëri ministri. Drejtori i përgjithshëm i policisë nuk mund ta pranonte një gjë të tillë. Dhe unë jam i bindur që nuk mund ta pranonte drejtori i përgjithshëm i policisë. Se një drejtori i përgjithshëm i policisë që
urdhëron shefat e komisariatit dhe drejtorët e policisë të bëhen pjesë të shtabeve elektorale të partisë në pushtet në nivel qarku dhe në nivel bashkia apo në nivel të jurisdiksionit ku ushtron aktivitetin një komisariat, ai drejtor policie normalisht duhet lënë detyrën. S'ka pse ta bëj, sepse nuk mund të ketë ushtar partie. Unë jam i vetmi drejtor policie në Shqipëri që kam luftuar kriminalitetin, kur më ka penguar qeveria dhe ministri, kam dorëzuar detyrën dhe kam dhënë dorëheqje e kam denoncuar publikisht. Pra edhe drejtori i përgjithshëm policisë ose duhet të qëndroj fort dhe mos të lejoj ministrin ti cënohet organizata e policisë, ose duhet t'jap dorëheqjen. Dhe unë parashikoj që nuk e dia do të shtyhet deri në fund të zgjedhjeve, deri në mbarimin e zgjedhjeve, që të jenë të dy në detyrë edhe ministri edhe drejtori i përgjithshëm i policisë. Nëse do ta shtyjnë për shkak të presionit që nuk do të lëvizësh në këto momente sepse bëhet nami. Por pas zgjedhjeve njëri prej tyre nuk do të jetë. Dhe nuk do të jetë dhe realisht nuk do të jetë sepse përplasja është kaq e madhe sa nuk mund të thot populli po u thy buka, nuk ngjitet më. Por kjo dëmton shumë luftën dhe shkojmë atje se fakti që nuk janë në eficiencë departamentet e hetimit të krimit, nuk është në eficiencë drejtoria e luftës kundër drogës, që është pjesë e departamentit hetimit në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Drejtoria e luftës kundër krimit ekonomiko-financiar është në nivelet më të dobta në histori e policisë shqiptare dhe të trafiqeve etj. Por në nivel akoma më të dobët është Agjencia e Inteligjencës Financiare pranë Ministrisë së Financave, ishte drejtoria e pastrimit të parave, tani quhet drejtoria e inteligjencës, Agjencia e Inteligjencës, e cila nuk referon asgjë. Prandaj edhe këtu në Shqipëri po ngrihen pallate çdo ditë dhe nuk e dinë se nga vijnë parat dhe ka një informalitet përtej kërkesë ofertës në Shqipëri. Po nga vijnë parat, besoj du ta mendoni dhe ju si unë. Vijnë nga bota e krimit,